Po tashmë gjithë jemi dëshmitar të fillimit të një procesit, ku përgjegjësia për sigurinë në urën e Mitrovicës do të kaloj tek policia e Kosovës. Kjo vije pas një pune jashtëzakonisht të gjatë dhe të suksesshme të gjitha institucioneve të sigurisë, pas sukseseve të njëpasnjëshme të policisë së Kosovës në sigurimin e rendit dhe ligjit, në ofrimin e sigurisë për të gjithë qytetarët pas një dallim. Tasht patjetër se kjo është një lajm i mirë. I gjithë procesi do të vijojë në koordinim të ngushtë mes KFOR-it, të cilët deri tani kanë pas përgjegjësinë e sigurisë në këtë urë dhe policisë Kosovës, por jo vetëm. A do të shohim dhe për sa gjatë do të shohim një pikë statike tjetër të policisë së Kosovës mbi Luminibër tashmë kur tenda është larguar dhe KFOR-i ka konfirmuar se gradualisht po e redukton prezencën e vet mbi këtë urë? Po, sigurisht që me përmirësimin e sigurisë dhe vetë prezenca e policisë së Kosovës do të reduktohet. Është një proces afat shkurtër i cili do të ofrojë garanca për të gjithë se hapja urës do t'jetë një e mirë për të gjithë, pa pasur ndikim negativ në asnjë. Do të vijë momenti kur hapat e ardhshëm edhe do të bëhen publike edhe do të shihen ashtu siç po shihen sot, dhe një gjë e cila ka qenë breng, por edhe simbol i ndarjes për 27 vite do t'jetë një kujtim. Mirë, edhe një pyetje tjetër nëse dikush nuk tenda është larguar, kur mund të presim heqjen e barikadave që janë vendosura në këtë pjesë, duke qenë se detyrat ende nuk lëvizin? Të gjithë jemi të angazhuar që ky proces të përfundojë sa më mirë që është e mundshme, shumë shpejt do të kemi lajme të tjera të mira. Në anën tjetër kemi dëgjuar deklarata ditëve të fundit nga Beogradi zyrtar, një narrativ që cenon praktikisht shtetësinë e Kosovës, është folur edhe për Ujmanin, një ditë më herët u shpall non grata drejtori i Telekomit serb. Si do t'i komentoni gjitha dhe cila është situata e sigurisë aktualisht në Kosovë? Po, për sa i takon deklaratave, ne jemi mësuar të dëgjojmë në vazhdimsi deklarata të cilat cenojnë sovranitetin, rrezikojnë sigurinë e Republikës së Kosovës. Mi thonë të drejtën, nuk është se edhe na bën përshtypje për shkak se nuk jemi të befasuar nga qëndrimet e tyre, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët, Serbia nuk ka ndryshuar, është pa ajo e 98-99-s, pa ajo edhe viteve të mëhershme, por Kosova nuk është më e njëjta. Kosova po forcohet, Kosova realisht po ecën përpara dhe është e gatshme që të marrë gjitha përgjegjësitë për të garantuar siguri për të gjithë. Dhe përmes kësaj të ofrojmë rrugë e qasje për zhvillim e prosperitet të mëtejshëm të Republikës së Kosovës. Për sa i takon shpalljes persona non grata apo person pa dëshirueshëm për drejtorin e Telekomit të Serbisë, çdo kush që vjen në territorin e Republikës së Kosovës dhe punon dhe pretendon që të rrezikojë sovranitetin apo integritetin territorial të saj, do të përballet me kësaj lloji mase. Faleminderit. Faleminderit.